Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. I ftuar i sonëm special pra legjenda e sportit është ish futbollisti, trajneri, ish seleksionuesi, Jeton Nesimi nga Gostivari. Jeton, mirë se erdhe në studion e televizionit Koha. Mirë se u gjeta, faleminderit. Jeton, fillimisht për opinionin më të gjerë, në thoj kush në fakt është ish trajneri, ish futbollisti Jeton Nesimi? Jeton Nesimi, kam lind në Gostivar, vitin 1971, dhe shkollën e kum kryat në Gostivar, edhe jam duke jetu në Gostivar. Me që emisioni ka karakterin sportiv, atëherë në thoni, kur i keni bërë hapat e para të sportit dhe pse pikërisht jeni orientuar tek futbolli? Po sportin atë kohë, si çdo fëmijë tjetër, ka fillu në oborët e shkollës. Do me thonë, gjithë kam fillu si fëmijë në shkollë, ku unë kam qeni një farë si i prirë për sport, do me thonë, përveç futbollit, kam luajtur edhe basketbol, kam qenë edhe në vrap, në përgarat të vrapit. Do me thonë, atë kohë, çdo i ri mireshte me çdo sport muçëm, mirë po, kur vinte koha, atëherë i dajshim ata degët se për çfarë profesioni do vazhdojmë. Dhe me thënë futbolli, atletika dhe sportet tjera të cilët e basketbollit, të cilët ishin si sporte shkollore, pra. Por atëherë, në thoj, me që orientuar tek futbolli, cili është klubi i parë, cili është trajneri i parë i juaj, që ka mësuar hapat e para të futbollit? Klubi i parë ka qenë klubi Gostivarit, ku kam luajtur një vit në atë kategorinë e juniorëve, do me thonë moshë 3, edhe se atëherë nuk kishin mosha ma tulta si kur tash që janë prej generatat të ndryshme. Atëherë fillojshin një gjenerata ose 2 gjenerata ndër ekipit parë. Ashtu që një koç kurt kam luajtur në ata kategorinë e re, mandej prej aty u transferovan në ekipin e parë. Cili ishte trajneri juaj i parë? Në atë kohë, trajner në Gostivar ka qenë Naxhi Gjullaj, edhe Rushdi Rexhepi, 2 sportistë vjetër qytetit. Thëmi, fillestare kanë qenë ata. Kur keni debutuar në ekipin e parë të Gostivarit dhe cili ka qenë kundërshtari juaj i parë në ndeshje klub? Ku rezultati si mbeti në ndeshjen e parë? Ka qenë ajo moti, do me thonë, ka qenë viti 87, ku unë si 16 vjeçar, ku më debutuar në ekipin e parë të Gostivarit. Ka qenë ajo lige Maqedonisë, do me thonë lige 3 të ish Jugosllavisë. Kemi luajtur sa e mbaj mend në Kamenic, Sasa Kamenic. Edhe atëherë nuk kam qenë startues, mirë po jam i kuadruar në lojë. Për rezultatin është një kohë gjatë që nuk e mbaj mend. Edhe në atë kohë, kur je i ri, është me kryesore të luajsh, t'japish maksimumi të luajsh mirë, se sa thomi të mbajsh mend rezultatin, a ke hupa ke fitu, është diçka. Sa kohë keni luajtur për Gostivarin? Dhe në cilën ligë, do me thonë? Po në Gostivarin atëherë ka qenë që liga më e madhe, do me thonë në Maqedoni, ka qenë liga e Maqedonisë, liga 3 e Jugosllavisë fillim. Mandej fillon ata ndarjet e ligave të tjera. Pas mbetësimit të Maqedonisë. Po, fillon ata liga të tjera. Gostivar kam luajtur 7-8 sezone kam luajtur. Do me thonë, kam luajtur, mandej kam luajtur ku tjetër, prap jam kthy në Gostivar, thomi 2-3 herë jam kthy qashtu. Mirë po në përgjithësi një 7-8 vitet mira kam luajtur për Gostivar. Rafërsisht, ta keni marrë një evidencë sa ndeshje keni luajtur? Jo, nuk bajmë evidencë. Do me thonë, se atëherë mas paku 30 diçka ndeshje ka pas kampionati. Do me thonë, dikun mbi 250 ndeshje zyrtare keni luajtur. Dhe sa jeni i kënaqur me ato në atë periudhë që keni qenë pjesë e klubit të futbollit Gostivari? Atëherë kam qenë shumë i ri, 17-18 vjeçar, 16 vjeçar, ku më fillu me ekipin e parë, ku ati ka pas lojtar me eksperiencë, lojtar të vjetër që kam pas rastin që edhe të mësoj diçka prej atinve. Edhe
gjithmonë kam dhënë maksimumin se ti jesh në atë grupin e më të mirëve në qytet, mandej Gosivari në tër klubet më të vjetra në Maqedoni. Ashtu që jam i kënaqur me ata që kum luajtur me ata gjeneratat e vjetra të mëparshme. Cili është suksesi i asaj kohe e ekipit të Gosivarit, kur keni qenë ju futbollist aktiv? Suksesi i asaj kohe ka qenë që ajo Liga e Maqedonisë. Ajo ka qenë Liga e 3 e Jugoslavisë, ku i pari asaj lige hinte në Ligë 2 të Jugosllavisë të tashme, ashtu që Gosivari nuk ka luajtur në atë Ligën e 2, mirë po në atë si ligë amatere ka qenë një ndër ekipat më të mira. Po. A mbani mend ju ndonjë ndeshje që ju ka mbet në kujtim në aspektin pozitiv në Roma? Tash prej shumë ndeshjeve është rënd që ti dajsh se kur je i ri çdo ndeshje duket çdo fitore është interesant. Fitore është shumë e vlefshme, ashtu që është rëndër që ti dajsh, tash ti kategorizosh në cila fitore është më e vlefshme, cila. Mirë po përgjithësi kam kalu momente të mira me ekipin. Cilat ishin ato shokët që i mbani mend që keni luajtur bashkë në atë kohë, me disa nga ato, se me siguri sekret nuk mund t'i mbani mend. Në atë kohë në Gosivar kanë qenë të lojtarë. Ka qenë Erxhan Menga, një ndër legjendat e futbollit në Gosivarit, Birol Topçi, Alim Piro, Fadil Idrizi, madje ka pas edhe lojtar Maqedon që kanë qenë edhe ata lojtarë shumë të mirë. Do të thonë, ka qenë një gjenerate e futbollistëve të Gosivarit që vetë vërtet mas asaj kanë luajtur edhe në për klube tjera, jo vetëm në Gosivar. A takoheni ndonjëherë me ato shokë të cilët keni luajtur dhe sigurisht bisedoni për atë kohë. Edhe luajmë tash kemi një grup veteranësh, jemi aktiv ala shifemi shpesh me shokë. Pas Gosivarit ju kaluat te ekipi i Shkëndijës. Si ndodhi kalimi juaj nga Gosivari te Shkëndija? Po, atëherë në Gosivari ishë në Ligën e 2, edhe kishim një trener të mirë. Ajo është viti 92-93. Perica Gruevski ishë një trener i mirë në Gosivar. Indjeri tani. Po, Indjeri. Edhe unë isha në atë moshën më të mirë, thëmë 21-22 vjeçar. Isha standardet e një ndër lojtarët më të mirë në klub. Shkëndija sa filloi, thëmë aktivitetin një vit parë. 92-93, nga Liga Komunale, pak shumë e ratë. Vitin 93, më takoj doktor Abili edhe zotri Kabashi, atëherë ishin ata dy udhëhecës të Shkëndijës. Edhe erdhën Gosivar, më takun, jo tonë kështu, ne kemi dëshirë që të vish kemi në një ekip. Tash atëherë ishtë ekip me pretendime, po. Fillimi i Shkëndijës edhe në duke është interesant, neve ma tepër si klub kombëtar, edhe ishte gjysëm stinore, do mi thonë, dimnit ishte, që ishte problem me dokumentacionin që ta lejon e Gosivarit. Mirë po, u morëm vesh me doktor Abilin e zotri Kabashin. Mirë po i kisha problem për dokumentet që kishim trener si në kryesi ishte edhe zotri Naxhi Gjullaj, i cili ndihmoi shumë për dokumentet, që mi dha dokumentet. Edhe prej dimnit, thëmi në sezonin 2003-2004, unë erdha në Shkëndi. Në Ligën e 3. Në Ligën e 3. Prej Ligës 2 në Gosivari, erdha në Ligën e 3 Shkëndi. Me siguri ju keni qenë edhe pjesë e formacionit në ndeshjen me Fortunën, ku stadiumi i qytetit në Tetov ishte i stërmbushur me tifos, a? Çfarë mbani mend nga ajo ndeshje? Shef, ata janë ndeshje që nuk harrohen lehtë. Edhe pse kemi luajtur shumë, unë si profesionist kam luajtur shumë ndeshje, mirë po ka do ndeshje që me të vërtetë kanë atë vlerën më të madhe se do ndeshje tjera. Ishte loja me Fortunën. Ne kishim një ekip jashtëzakonisht mirë, mirë po edhe Fortuna kishte gjithashtu ekip të fortë, gjithë ata lojtarët nga Slloga Jugo Magnati kishin shkuar në Fortunë. Edhe ishim vendosur si karantinë në hotelin në qendër këtu në atë kohë Maqedonia. Hotel Maqedonia, Liraku. Po, Liraku, edhe para ndeshjes i shohim vim grupet, tash kalojnë për shkuën në stadium, tifozëria,
një grup kolonat mëdha, edhe më duket ishte edhe ditë pune, ishte e mërkur. E mërkur ishte, po. Edhe e di se edhe prej shkollë i kanë lëshu edhe nxënësit edhe profesorët e gjithë. Dhe më thonë, ishte një fest e vërtet ishte e sportit. E sportit ishte atë ditë. Po. Edhe atë vit Shkëndija arriti si kampion të kualifikohet në Ligën e dytë. Në Ligën e dytë. Gjithashtu kishte sfida të ndryshme me ekipe të ndryshme, por një moment interesant është edhe ndeshja me Shkëndijën e Haraqinës. Ju, me sa e mbaj mend unë, ju keni qenë lojtari ndeshjes në atë ndeshje. Ka shumë ndeshje specifike që mbajnë mend. Ajo ishte një ndër prapish në vitin e arshëm, thëmi Ligë 2, Haraqina ishte gjithashtu një ekip i fort me lojtarë cilësor. Edhe kishim një farë rivaliteti. Edhe ishte, duket ishte verë, ishte nxek, moti ishte shumë i nxek. Edhe kishte edhe tifos nga Haraqina që kishin ardhur, edhe ballistët që na ndiqnin neve gjithë kund. Ishte një fest edhe atë ditë ishte. Edhe loja filloi mirë, ishte thomi një loja barabartë, mirë po gjatë ndeshjes ne çati po smonim duke tu ndeshkoa me karton të kuq. Me deficit lojtarësh u bëm qata fillimisht mbur karton të kuq. Për herë parë në karrierë. Mandej mas një koç kurte edhe Afet Kurtishi mur një karton të kuq, ashtu që ne metëm me 9 vetë. Edhe Kret Bara tash kishte jo bimi, edhe shokët e mi mbrojtës që ishim, Kret Bara në ra neve që pa qëtër ne ta mbajmë tash rezultatin. E barabartë. E barabartë. Dhe që ashtu përfundoj 0-0. Po. Dhe në fund si kampion i Ligës dytë, apo vazhduat përsëri në Ligën e dytë? Jo, në atë sezon ne mbarum në vendin e tretë. Ishë Gjorgje Petrovi, Tomi i pari. Ne ishim vendin e dytë. Po, edhe disa pika ju dënuan edhe që gjithashtu kishte po. Edhe atë sezonin 2004-2005, kur u kry kampionati, unë u ktheva në Gostivar. Pas të në sezonin 2005-2006, Shkëndija hinin Ligë parë. Po, 2006-2007. 2005-2006 hinin Ligë parë, mande une, kur hinin Ligë parë, unë u ktheva prapë në Shkëndi. Në vitin 2006-2007, në sezon Shkëndija lujte për herë parë në histori luitin me kryetar Abdiladi Veselin, ashtu ata komer. Dhe me siguri e mbani mend se çka ndodhi në ndeshjen, çka të them, ndeshja më e dhimbshme e Shkëndijës, që ndodhi incidenti me Bregalnicën e Shtipit. Po, ajo ishte... Si e përshkruni atë ndeshje? Ajo ishte loje dytë ishte në atë stinorin pranveror. Në lojën e parë, se mbajnë disa, mbajnë mend, lujtëm me Bellasicën në Strumic, humbëm 1-0 duke të atje, dhe tash, se ne në atë gjysë stinorin e parë ishim pozit 4-5, kishim rezultatet mira në ligë, në ligë parë. Edhe me Bregalnicën lojën e dytë në Tetov, këtu nuk na hecte, me thonë, kishim negativ 1-0, 2-0, 2-1, nuk e di si ishte rezultati. Edhe atëherë u bën një incident, ku tash nuk u bë edhe aq i madh sa e bën e rritën, thomi, qerit. Ishte një incident, thomi, i zakonshëm. I zakonshëm, mirë, por tash i dhan këta shumë. Po, dënime, si gjithmonë që Shkëndija duhet dënohet, Shkëndija, futbollistët du dënohen, u dënu trejneri. E kishim shumë rëndë ne që të vazhdojmë atë mbjetesën ligë, në u dënun 4-5 lojtarë matë mirë, treneri në u dënun me 30-40.000 marka në atë kohë. Plus edhe të luani në struk. Vetë loja kemi lujtë si vendas kemi lujtë në struk. Ashtu që shumë dënimet repta në kanë asi. Ne vazhdojmë atë rrugën, ne vazhdojmë luftën deri në fund. Mirë, për nuk i arritëm, për pak nuk i arritëm që të ngjetë. Çka ndodhi në atë ndeshjen që u lut në struk me Vardarin, sa duket ishte ndeshja e fundit? Ajo ishte ndeshja e fundit me Vardarin. Ka pas një futbollist Shajnovski te Vardari, i cili lunte. Ne ishim atëherë
mangësi edhe me lojtar, pas dënimit këtyre lojtarëve, thëmi që i kishim me Dostin, me Ibrahim Osmanin, me Ali Modajn, me shumë lojtarë që i kishim dënu. Mi po ne mbajtëm frontin, mbajtëm deri në fund të mbajtëm, edhe na duhesht ajo fitoria me Vardarin. Vardarin atë kohë ishte, i kishë shumë ekip të fort, kishte. Ma i mend, tash më si përmendi do emna. Edhe kishim në rastet tona, neve na duheshte vetëm fitoria, ne atë lojë dullëm barazim. Ndodhi një gol pa lidhje, më duket që pranoj. Një gol pa lidhje prej shumë larg, që ndodhin ata, tash ne edhin, mandej folshim fajsok këta, nuk duheshte fajsojt askush, sepse ajo ndodh futbolli, që ndodhin. Edhe u kry që ashtu 1-1, atje cementarëm duket ishte ajo ekipet ti që duheshte me ne kush bjen, ata fitun ne qështë paras edhe për 1 pikë. Do më thonë ka qenë një skenar i para pregatitur. Po 1 pikë, 2 pika ishte diferenca edhe ne dullëm prej ligë atë sezon. E mbani mend se si trajtoheshti klubi i futbollit Shkëndija në atë kohë, nga ana e gjyqtarëve, nga ana e delegatëve, nga ana e lidhjes futbollistike të atëhershme apo federate e sotme? Ishte shumë vështirë ishte atëherë, thjesht lojtari i Shkëndijës, edhe si klub Shkëndija, tash është ka ndru, kohrat ka ndru, situata ka ndru, mirë po në atë kohë fillim të viteve 90, ishtë shumë problem. Shumë problem se ne, kudo që shkojshim, ne ishim shënjestër edhe të kundërshtarit, edhe të publikut, edhe të referit, edhe policies, edhe gjithë, se edhe na shifshin si ekip kombëtar, ekip si edhe ishim. Pikërisht ati, në atë kohë, formacioni i Shkëndijës, që luante në ligën e parë, konsiderohi si një mini kombëtare e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Po, atëherë kishim ekip. A do të veçoni ndonjë emër nga ata futbollistët? Po, kemi luajtur edhe unë sot edhe këtë ditë unë takohem me ata, kishim portier, kishim Dostin, një portier i mrekullueshëm. Mandej unë isha në qendër me Ibrahim Osmanin, Recep Qamili, Ibrahim Luma, edhe Bekim Osmani, ata, mandej kishim mes Ali Modajn, mandej Qatën, Munishi, ishim një grup i lojtarësh, ishim një grup kvalitet. Në më thënë një mini kombëtare e vërtet. Një mini kombëtare që i bëjshin ballë çdo ekipe. Çdo sfide, po. Pas Shkëndija u kthye sërish në ligën e dytë, me sa duket ju mbetet akoma në Shkëndija, po? Jo, u ktheva përsëri në Gostivar. Ktheva përsëri në Gostivar atë sezon. Edhe pas asaj sezone mandej kalova te Drita. Mbas një sezone që u ktheva në Gostivar. Kur Drita u kualifiku në ligën e dytë, ashtu? Jo, Drita ishte ligën e tretë, ishte mirë po kishte. Me pretendime? Pretendime, kishte organizim, se unë nuk i njifsha shumë njerëzit, mirë po kur e parë se është kthye edhe Munishi, Sheh Ismail Munishi ishte në ekip, edhe thash se këtu ka diçka që ka interes, edhe Biro Topçia Alim Piro në Po djerë lueti në play-off për kualifikimin në ligë të dytë, po. Bom një ekip të mirë, kishim edhe në Dritë. Sa kohë ke luetur në Dritë? Lueta një vit lueta në Dritë. Atëherë edhe një vit apo një vit e gjysmë, nuk e di. Mirë po isha shumë i kënaqur prej mikpritje se prej kryetarit Abetin Aliti është një njeri i mrekullueshëm. Edhe klubi ishte në organizim të perfekt kishte. Ne kishim organizim më të mirë, ndoshta edhe se shumë ekipa ligës 2 që i kishim. Ne kishim ligë 3 organizimi ishte në nivel. Edhe lojtar kishte lojtar cilësor që kishin ardhur prej ligës parë, ligës 2. Edhe u bë një fest, ishte në Bogovin, kishin me çka mburën. Po gjithmonë, se kemi qenë bashkë aty në gjithë ato momente. Nga Drita në Mitrovic, Trepça 89, po. Po, nga Drita kishim në një lojë miqësore me Trepçën. Në Trepçën atë kohë ishte trener zotëri
Shosholli, Ajeti, Ajet Shosholli. të cilën e kishin trener edhe në Shkëndi. Po. Edhe pas asaj ndeshje tha, Jeton tha, unë kom dëshirë që të vish në Mitrovicë në Trepç. Jemi ekip kështu, jemi ashtu, normal, ai me ata. Edhe tash unë do mendojmë, tash edhe do të paraqitem. Edhe pas disa dite përsëri erdhen ata në gostivar Trepçës. Ishin vendosur që unë t'jem atje, edhe u murëm vesh. Sa përfundoi lufta? Po, sezoni i dytë ishte në Kosovë, pas luftës. Sezoni i parë ishte 99-2000, ne shkum sezoni 2000-2001. Edhe bashkë ishim, edhe Skender Jonuzi ishte në Trepç, shkum bashkë. Mandej vitin tjetër erdhi edhe Recep Veliu, gjithashtu edhe ai lojtari i Shkëndijës. Edhe që lujta një sezon e gjysmë duket. Si u pritet atje nga tifozët e Trepçës? Mirë, atëherë ishte euforia, ishte futbollin në Kosovë, ishte, thomin, në rritje, se ishte atëherë ishte ata vitet e para, që fillun ata të organizohen, para asaj pre sistemit kanë qenë çkelur, ka qenë të lenun mazdore, e atëherë filloi organizimi, fillon ekipet, investimin për ekipe me lojtarë prej Maqedonie, ma tepër, se në atë kohë edhe këtu në vitit 2000-2001 filloi situata ishte që liga... Konflikti armator. Edhe kretë ata lojtarë që ishim këtu në Maqedoni masi, lujtëm në Kosovë në për ekipe ndryshme atje. Edhe i dham një cilësi edhe ligës Kosovës, i dham një cilësi pak ma të lartë. Kur e përfunduat karrierën si futbollist aktiv? Po tash unë, mbas Trepçës, u kthiva prapë në dritë. Bogovinas, atëherë po drita ishte në Ligë 2. Edhe kisha problem me lëndimet. Ashtu që i bëna unë ata pregaditjet ishim në Sandanski me ekipin e dritës. Ishin pregaditjet në dimrit duket. Edhe me njerë mandej me një ndeshje miqësore, se unë kisha problem me nyjet e këmbëve. Edhe mu përsëria i lëndimi edhe atëherë më thash se edhe isha më 30 vjeçar, isha në atë moshën. Ju s'keni qenë prezent në atë ndeshjen me 11 oktobrin e Prilepit, drita 11 oktobri? Jo. Ku ndodhen faktikisht masakra? Jo, nuk kam qenë, se unë e lashat, do me thoni, bona pregaditjet, asimi, po në një loj miqësore. Në atë ndeshje është nokautuar referi nga futbolistët e 11 oktobrit, por e detyrojnë përsëri që ai të çohet edhe të vazhdon ndeshjen. Por ka ndodhur atëherë, fatmirësisht tani nuk ndodh. A keni pasur ndeshje lam të mirë se nga ndonjë klub? Jo, nuk kom pas ndeshje. Sepse ajo nuk mund është ti të organizosh atë. Ti e din, ata ndeshje do t'i organizon qerit. S'ka pas interes ashtu të klubet për të organizua ashtu ndeshje dhe së mbjen keq, nuk ka problem. Keni luajt dikun 20 vite si futbollist aktiv. Po. Cili është momenti më i gëzueshëm në atë kohë dhe cili është momenti që kur s'doni ta përmendni? Shumë gjatë kësaj karriere gjatë, shumë momentet gëzueshëm kemi pas. Mirë po, do t'i veçoja atë me Shkëndijën, kur jemi kvalifikuar në Ligën e 2. Ligën e 2, po. Po, prej Ligës 3. Ajo ishte një euforie madhe këtu në qytete, jo vetëm këtu. Një fest e vërtet ishte, po. Ne kishim edhe shumë tifos prej Gostivarje, prej Kumanove, prej gjithë shka, prej gjithë kundi kishim tifos, ashtu që ishte një knatësie madhe ajo që u kvalifikuam në Ligën e 2. Sa i takon kështu ndeshjeve që do t'i maj mend për... Ta njetën, e? Po, kena pas raste shumë, e di, me Shkëndijën kemi lujtë në Karorman, në Sruk, në 95-ën ishim Ligë 2. Edhe e fitum në atë ndeshja që 2-1, 2-0 në duket. Dhe Zotri Magjunin ishte trener.
edhe atëherë ndodhi një incident pas lojës. Se ata nuk mundeshin pajtohen me atë që humbin prej Shkëndijës. Edhe u bë ati mas lojës një incident, ku isha i përfshirë edhe une, edhe reagoj policia mandej me atë mënyrën e vetë atë kohë si reagante. Edhe unë isha i lëndum, isha prej policisë. Edhe u kry, dullëm, mirë po në bas një kohë, në erë për gjyqit, në erë dhe muë dhe 2-3 lojtarëve tjerë, në erë në gjyq ndalim, se kemi bë atje... Shkeljen e ligjit. Prishe e rendit, po. Prishin e rendit, po. Fat ne kishim gjerin në sekretar, Zotri Irfanin, e kishim... Irfan Gjelilin, po. Gjelilin, a ishte edhe jurist, ishte. Edhe kur shku me erdhëm gjyq këtu në Tetov. Po. Dhe mi po për fat unë nxjera një certifikat, mjekësore. I lënduar, po. I lënduar une. Edhe ishtë një gjykatëse këtu, nuk e di se ma me nësti kush ishë. Tha që ju jeni të akuzut se keni bë atje problem, thash, s'kemi bë në problem, ata thash që unë e kom prej... Që mjekut, po. Prej mjekut, se ata na sulmu neve, edhe që ajo na shpëtoj qaj dokumenti, që mos e kishim atë dokument, ne sigurisht dhe ishim edhe në burk edhe... E do t'i jepshit fund të karierës futbol. Po, mirë po, falë, zotit e kalume. Jeton, një kod gjatje në futbol. Cilin, ose apo cilët 3 futbolist më të mirë shqiptar do t'i veçoni gjatë kohës kur ti ke luajt? Shifta, është... Rëndë është ti... Mi po kemi pas, ne, një legjend kemi pas, edhe në Shkëndi, qata ka qenë lojtar i jashtëzakonshëm. Qata ka qenë një legjend i çmuar edhe në Shkëndi edhe... Unë do të veçoj shaci lojtarët, se mus ma... Edin, mandej qjerë ka pas... Mehmeti ka qenë lojtar jashtëzakonisht i mirë i Slogës. Hakim Mehmeti? I Slogës, Necmettin Mehmeti, po. Mandej, në atë kohë, flasim, Shaqiri ka qenë lojtar i mirë. Artimi, po. Artimi ka qenë lojtar i mirë. Do me thonë, ka pas në atë kohë, kur kemi lujt, ne ka pas... Legendat vërteta. Po, ka qenë edhe ata e vërtetun edhe me aqi, thumi bon një karierë... Keni punuar me shumë trener. Cilin trener do t'a veçoni? Është me trener... Në fillim të karierës kemi punu me trenera, thumi, qashtu. Ata trenerat kanë qenë, nuk kanë qenë trenera me licencat, të edukum si duhet. Ma dhe tash kone fundit fillun, ata punë e trenerit filloj pak edhe ma tepër. Mi po kam punu me Magjuni ka qenë, Zotri Magjuni ka qenë trener i mirë, Aje Qësholli ka qenë trener i mirë. Kam punu edhe me Nxjerin në Shkëndi, si e pat emnin. Hakim Mehmeti? Jo, trener që u këthuj prej Zvicre. Diktë... Mas dënimit që u dënum në ligën e parë, mandja i ertë si trener Orani. Orani Meri. Po. Edhe ishte edukum, ishte trener. Edhe ka qenë një ndër shqiptarët e pari cili ka qenë me licencë, me pro licencë. Aji ertë atëherë, mas ju dënu Zotri Aja Qëshollin, ertë si trener, ishte një njeri jashtëzakonisht i mirë, edhe si njeri edhe si profesionist. Çka ka përfituar jetoni krahas famës nga futbolli? Krahas famës kam përfitu shok shumë, miq. Shumë miq kam përfitu. Kjo është një punë më e madhe, si më e madhe se ata mjetet financiare vinë shkojnë kurse miqet ngelin. Shokët ngelin, jam shumë i kënaqur që kudo që shkoj nda Shqipni, nda Kosovë, këtu në Maqedoni më bisedojmë, gjithkund kam miq, kam shok që shifem rregullisht me ata. Pas përfundimit të karrierës si futbollist aktiv, ju keni vazhduar si trener. Prej kur dhe ku? Tash, si trener kam fillu spontanisht. Do me thënë, nuk e kum pasur
qëllimin që të bëhem trener. Mirë po në vitin 2005, në Gostivar, u bën një ndryshim në klub, ku treneri im, Zotrina Gjigjolla ishte treneri i klubit. E në atë kohë, se komuna është që i menaxhonte me klubin, kryetari i komunës kishte vendosur që ti heket i largone ata të vjetrit. Edhe mu lajmëruan mu, tha kështu në kryetari thirrën komunë, do të bisedone me që unë kisha 2-3 vjet më nuk kisha rrjedhat e futbollit. Masi e lash futbollin, s'kisha më rrjedhat e futbollit. E më thiri kryetari komunës, ta jeton të ne të kemi vendosur ti të bësh trajneri i ekipit. Mirë po unë në atë kohë isha 34 vjeçar. Thash kryetari, thash unë këtë punë, thash unë nuk e di. Nuk e di, thash trajner është, kum qenë lojtar gjatë kohë, po që është punë tjetër, nuk o njëjtë. Jo, ti ta do e bësh. Edhe mu më vinte ranë se trajneri im ishte ai i cili u largu, tash më duhet të shkojnë në vend të atij. Ta ne i kanë me rregullu punët, ti ta do vazhdojsh që është trajneri i ekipit parë. Edhe unë nuk kapa për punë, mirë po nuk din, është hera e parë, me njerë në ekip parë, po fillova materiale prej do trajnerëve, do shokëve, do asi, që si hina jo puna. Që kanë pasur përvojë më të madhe. Që kanë përvojë më tepër, si është ai, thomi mikrocikli si bëhet, asi edhe, dhe që ashtu ishte ajo fillimi i karrierës si trajner. Cilën suksesi më i madh juaj me ekipin e Gostivarit si trajner? Tash, në atë kohë, ne 2 herë kemi qenë parit në Ligë 3 për të plasu në Ligën e 2. Një herë him Ligën e 2, o plasu, mirë po njerë lutën ballotash me vitin e parë, kur isha 2005-2006, me Milanon, kishin ballotash në Shkupqe, në Maxhari. Maxhari, po, ishte një lojë shumë e vështirë, shumë e rëndë, ku ne kishim cilësi, kishim kvalitet shumë mirë, po Milano ishte diçka tjetër edhe. Po, atë kohë ishte brend, ishte... Po, ishte edhe kish fuqi, materiale kish fuqi. Ne u munduam në atë aspektin sportiv, mirë po nuk ishte mjaftueshme, se ati kishte edhe Kishte edhe shumë gjëra tjera. Po, gjëra tjera që ne ishim të fuqishëm ndërhyjmë atje dhe humbëm 1-0, humbëm atë ndeshje. Përkundër një shiu të madh që vinte. Shiu i madh i rëmbishëm ku. Ati zakonisht ata loja ndërpritën, mirë po. Referi nuk e pa të arsyeshme. Ju një kohë keni qenë edhe pjesë e stafit teknik të klubit të futbollit Shkëndija. Po, kam qenë atëherë, për herë të parë, Qata ka qenë trener i Shkëndijës, se kanë thirrë. Në vitin 2007, duket ishte. E thirrën që tjetë trener i parë i Shkëndijës, edhe mu paraqita jeton kështu të më kanë angazhu si trener i Shkëndijës, se unë du që qeshet e ti, tha, që jemi si ndimës unë, që ti asistoj, ti asi. Thasha, unë veç më isha largu prej Gostivarit, të mi 5 sezonin 5-6, kjo është 2007. Edhe e pranova atë ofertën, edhe vazhdu me Qatën në Shkëndi, të mi Shkëndija lunte në Ligë parë në atë sezon. Mirë po, organizimi nuk ishte në atë nivelin e dur, kishte shumë fraksione. Kishim shumë fraksione, kishim shumë lojtarë të ri, kishim edhe ishte rëndë punojmë. Organizimi nuk ishte në nivelin e duhur, pa. Kishim lojtarë cilësor, bile unë shumë herë edhe me Qatën e bisedojshim. I thosha unë Qatë lypë prej kryetarit në bin lojtarë, se ne me këta, okej, këta janë të ri, janë në perspektivë, po mund të krymë punë me këta. E dim për këtive mund të lunë 2-3 lunë, ama me 10 vetë ri, ne... Normal. Mi po nuk në prunë lojtarë cilësor, edhe për një kohë shkurt mandej ne u largumë me Qatën, u largumë për ekipit. Ju një kohë keni qenë edhe seleksionues i grup moshave të reja në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, do me thënë të cilët atë kohë e kishin vlerësuar punën tuaj në klubit në Gostivar, në Shkëndi edhe më të tjere. 2014, nëse duket, keni qenë seleksionues i U14 për 2 vite. Sukses? Jo,
Kam fillu në federat, kam fillu vitin 2013 deri në vitin 2016. Kam qenë fillimisht isha vitin e parë seleksionues i U17, mandej 2 vite U18 edhe 1 vit U19. Edhe vitin 2013-14 kam qenë edhe asistent të U21. Do me thënë, bëjsha 2 punë në federat. Edhe kanë kalu ati lojtar cilësor, lojtar ndryshëm, seleksionimi bëheshte. Si trajtohesh e ju si zavend seleksionues, apo si seleksionues, atë ko nga zyrtarët e federatës? Shif, tash është kretë varet prej vetë personit, varet prej vetë, thomi, njeriu sa është, thomi, i edukum, sa është i profesionalizum në atë punë. Ata edhe në bazë të asaj ata qerit sillen. Nëse ti vjen i pa pregaditet, i vjen që nuk din duhet pyesish të një se si duhet bëhet stërvitja. Edhe bukur han duhet pyetish dikën ashtu. Atëherë ata tekin, do me thonë, nuk largojnë, mirë po quajnë si i nështrohen. Po, nëse e din punën, nëse e ke atë, thomi, atë kvalitet që nevojitet për asi, atëherë ata shofin më me respekt. Unë për 4 vite kam qenë seleksionues atyne, unë kam kalu shumë mirë edhe më kanë respektu krejt. Duke fillu prej kryetarit federatës, drejtorit trivet, stratevi, e të qerë, edhe me ata që kam bashkëpunu, me ata ndimësit me asi, kam qenë jashtëzakonisht i respektum, ku edhe sot e këtë ditë ata ndonjëherë, ndonjë fest, ndonjë asin kujtojnë që përshëndesin. Si ndodhi që në vitin 2022, me se duket që ju nga Gusivari u larguat dhe shkuat në punë në Arabinë Saudite, me se duket, ha? Ishte 2018. 18 Po, keni qenë? 2018. Unë isha 2017 kam qenë si drejtor sportiv i Gusivarit. Mandej 2018 ishë dhjetor, më duket, më paraqit një mik, sa jeton kështu, sa duhet ka një oferta për në Arabinë Saudike si treneri i ekipit dytë edhe si koordinatori i shkollës. Arabia tash për ne ishte një vend që një vend i panjohur, faktikisht. Ja, si edhe më vinte mu pak interesant, tash okej, kushtet e mira. Edhe shku vi pa me aeroplanin, spreta që nuk e din, dijen në Arabi, ata nuk din. As gjuhë, as gjuhë, po me anglishtën pak, asi. Kur më ndaj të regun ata, treneri ekipit parë, Besnik Hasi, tha kemi thajnë një tjetër, thash mirë. Kur më ndaj edhe Ferhan Hasani, buba lojtarat. Po pikërisht, ke qenë edhe trener, më duket i bubës. Një koloni shqiptare, shishim ati taj klubi, Al Raed në Saudi. Edhe nejta aty 2 sezone, kalova shumë mirë në Raed. Edhe takoshim shpesh me profin Besnike, me bubën, dilshim, bisedojshim për mirë, po është një përvoj edhe ajo është, e pa marrë parasysh se si keni kaluar, por edhe ajo kam vetëm një përvoj. Aktualisht, me çfarë merret jeton në Serbia? Tash, unë në basë kthimit prej Arabisë, kam qenë një kohë shkurt edhe në Kosovë, isha në flamurtar, Te flamurtarit, në vitin 2022. Edhe mandej në gusht në atë vit, njëjtë, kisha një ofertë mirë prej Katari, ku vazhdova edhe në Katar një vjet, isha trener në Al-Sat, një ekip, është ekipi ma i njohur në Katar, edhe 2 herë fituesi i Ligës Kampionëve të Azisë, të një ekip shumë ekip i madh. Isha trener i ekipit rezerv të ati ekipi edhe U20. Të me thani, njëjtën kohë i udhëheqa 2 ekipe. Në kohën kur u mbajt kampionati botëror? U mbajt kampionati botëror, në 2022-2023, unë kam qenë në Katar. Edhe kisha nga orkestrë madhe, të me thonë, isha përgjegjës për 2 ekipe që ishte shumë ranë
Edhe që nuk i njohi shmirë edhe rrethin edhe. Është i rënd, mandej ajo ekipi i madh është që non stop thomi kërkon rezultate të mira, kërkon edhe çashtu presion kemi qenë. Edhe mbas asaj vitin 23 më duket, 2023, mbas u ktheva prej Katari edhe vendosa që të pushoj pak. Ashtu që kisha edhe mandej me njerë sezonin tjetër kisha oferta nga shtetet tjera, thomi aty në Gjirin Persik. Mirë po, vendosa të mos largohem njerë, kisha nevoj për pushim, për familjen, për asi. Edhe momentalisht jom, thomi Gosivar, por jom non-stop jom kontakte, kam menaxher nga Egjipti, i cili i bën ata punë të veta, jemi kontakt tash, nëse del të një oferte kapshme asi, sigurisht se do të vazhdoj prapë me. Jeton, ti kthehemi pak futbollit në vendin tonë. Ju jeni njohës i mirë i rrethanave të futbollit, sidomos në Gosivar. Vitin e kaluar pa pritmas ndodhi një gjë që me të vërtetë askush nuk e pritte. Klubi i futbollit Gosivari, kur ishte në atë, si të themi, në atë mënyrën më të mirë të klubit, kur priti që edhe të siguroj kualifikim për garat evropiane, ndodhi ajo që më pak priti, largimi nga garave. Në fakt, shuarja e klubit. Kush është fajtor për këtë situatë të papëlqyer faktikisht? Po, edhe si thatë vetë, ma pak e pritëshin njerëzit këtë, a une pre fillim unë e kom ditë e kom prit këtë punë. Edhe me shokët që kanë qenë trener aty, u kam thënë se kjo është gabimi më i madh që ekipi i jepet të kujt. Në atë mënyrë. 90% të pa kur farë, jo, pa kur farë marrëveshje, përgjithësie. Marrëveshje, se tash ne jemi, Gosivari është një klub i vogël. Gosivari është klub për të afirmu lojtarët e ri të Gosivarit, trenerët e ri të Gosivarit. Ati më thush unë, Silfina i huj, ati edhe trener nuk do ketë për Gosivari. Lojtarë nuk do ketë për Gosivari. Kretë do vind huj. Ju ai klubi veç emrin do i ketë Gosivar, as një sen e do kema... Edhe ekonomët e klubit ishin krejt jashtë Gosivar. Që shiqin bileta, edhe ata ishin prej Turqie. Tëmë tash unë nuk thomat se ata ishin Turqia, ata mund të shëtjen edhe prej Shqipnije. Nëse jënë, thomi qashtu, une pre fillim isha kundër asaj që... Në atë mënyrë që t'jepet... Mi po ata të komunës e panë të arsyeshme, që t'japin ati ashtu, mandej ata u bën një ram pishmanit, mirë po ishte vonë, se ai nuk pyet asë një. Ai kryetari bënte e murë ekipën prej Gosivarit. Një anarki e paparë me klubin e lojat i lunë të Shkup, nuk vinte në Gosivar. Maxhari, po. Po, i lunë të aqe edhe ma në fund ndodhi që ajo që ndodhi. Kur s'jo mune, thot, le prishet krejt. E la ekipin, nuk lujti dy loja, më duket edhe regulorja e federatës, nëse nuk i lunë. Po, dishte, edhe që dikushat edhe e pritte që të eliminohet. Edhe ndodhi që ajo që ndodhi, mirë po është mirë që është ment për që të herë që klubi. Po, ndodhi me Voskën, ndodhi me Shkupin, aktualisht problemi njëjtë është, më duket. Po, njëjtë është, mandej ne thashun, ata janë klube Gosivari, këta klubet që janë matasijom, për të afirmu lojtarët tonë. Për shembull, lojtarët e juniorëve të Shkëndijës, të cilët nuk mund të luajnë Shkëndi, është prapë një asi mund të vinë të luajnë në Gosivar. Tas ne shohim ligë dytë ne skemi ekip shqiptar në region. Për fat keq. Këtu në Pollok, ku e dinte atëherë në kretë lojtarët e ri që dilshin prej Shkëndijës, prej Renovës, prej kretë luajshin ata ligat e dyta. Ishte Drita, ishte ajo Rufeja, ta Kërqovës ekipet, që luqin... Zajazi, Vllazërimi, po. Tash nuk ka. Vrapqishti, Nikoj. Nuk ka, tash nuk ka. A i riu vinë 18-19 vjetë, në ekip parë s'mon të luë, edhe... Ndodhi edhe besat të largohet nga garat edhe... Sa ka gjasa që të bëhet rithemelimi i klubit të futbollit Gosivari dhe të vazhdon traditën? Po tash... Garon Gosivari. Po? Nga Liga Komunale, Jo, po, nga Liga Komunale. Garon, janë ati, janë mledhë dhe shok, do asi, iniciativ, ma shumë edhe me lojtarët vjetër,
Tash, jo në afru do lojtarë matrisë, unë jom me ata rjedha, jom me ata trenerët, me shokët atyne, që të bëjmë që ta kthejmë, do kthehet. Do kthehet, Gostivari prapë. Do kthehet në Ligë 3, do kthehet në Ligë 2, mirë, po duhet shohim ne standardet deri ku i kemi. Për qytetin. Se i kemi hapat, të shtrim kohë. Unë u thamë, mos fluturojmë ne shumë. Se Ligë parë ka argjime shumë. Në Gostivar, komuna s'mund të ti mbulon atë argjime. Nëse pritet nga komune, jo. Nuk ka, ama qëtë biznismen, një sponsor edhe s'ka ashtu sponsor biznismen Gostivar që mund, thomi si ekologu, t'jape 1 milion euro në vit. Si e komenton në punën e klubit të futbollit Arsimit të Çegranit, që aktualisht e prezenton futbollin e Gostivarit? Arsimi, unë tregoj drejt, unë jam i befasuar. Se një pikës pari, s'ke asnjë lojtar prej fshati, prej Arsimi në Çegranit, nuk ke asnjë lojtar. Vetëm treneri. Vetëm treneri, edhe treneri o të bën një punë të mirë. Të bën një punë të mirë treneri me ekipin. Kam bledh lojtarë, thomi, Shkup, Gostivar, kështu në të një huj. Mirë po, ka vinë ata mjetet, si finansohet, nuk e di. Nuk e di. Financimi është problem më i madh i gjitha ekipeve. Si ata arrin që ti mbulojnë ata argjimet, unë nuk e di jetë. Mirë po, si organizim, kanë organizime që e dëshmojnë edhe me lojat, e dëshmojnë edhe pozitën që e kanë në tabelë. Thomi, është për çdo lavdat. Jeton. Klubi futbollit Shkëndija, të gjithë e dim se është një simbol i futbollit shqiptar në rajonin e Pollogut, për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe jo vetëm në Maqedoni. Shkëndija vetëm pas 20 ditëve do të luan në play-off për kualifikim më të tjeshëm në ligën në UEFA Conference League. Si ju i vlerësoni këto suksese të jashtëzakonshme të klubit të futbollit Shkëndija? Dhe çka do të thotë kjo për futbollin shqiptar dhe për futbollin e Maqedonisë në përgjithësi këtu, pasi sukseset e Shkëndijës kanë rritur vlerat e futbollit këtu në Maqedoni të Veriut? Po, ajo është evidente. Është një sens që duket Shkëndija ka bërë një punë shumë të madhe. Unë i uroj, thomi, gjithë të sukseset Shkëndija që ka bërë. Është ekipi i parë në Maqedoni që arrit të luajë play-off. Sepse në grupe ka luajt një herë, në duket Vardari ka luajt në grupe, mirë po Shkëndija është ajo që i kaloi grupet edhe është për çdo lavdat, se unë i kam qek edhe lojat. Ka një trener të mirë, Jetoni. A dashi juaj, ja, Jetoni? Po, është një trener i mirë, se bisedojmë shpesh në kemi bisedu mas lojave që kanë luajt këta lojat në konferencë, jam të gju, kemi dajt mendime këshone. Mirë po ka bërë një punë që se kanë bërë edhe trenerat me emën shumë atë mdhej se aj, në Shkëndi nuk e kanë bërë këtë sukses që ka bërë, edhe duhet jenë mirënjohës, duhet jenë. Tash normalisht ai nuk ka bërë vetë, ka bërë edhe lojtarët, gjithë edhe... Mirë po e gjithë bara i bjen bite. Mirë po bara është ajo, Se ajo është trener, po. Ajo është i kapiteni. Edhe pse ka kritika nga njerëz të ndryshëm, por të cilët gjithmonë kërkojnë më tepër se sa munden. Po, unë kam bisedu, për kjo se unë jam pak ma i vjetër, ma asje dhe i disa si që mos dëgjo asnjë. Me 19 shkurt, Shkëndija është një koqire e ekipit Samsun Sport. Çfarë presim nga jo ndeshje? Në ndeshjen e parë që luhet në Shkup dhe pas një jave, pra me 26 shkurt në transfert. Çfarë mund të presim nga kjo ndeshje realisht? Çfarë kemi prit për Shkëndijës o arrit. Tash që çka del plus është fitim plus. Do me thonë sukses plus historik. Tash ne e dim, Samsuni është, se unë i ndjek pak e shumë ligat, vjetë në ligën e Turqisë, në bas Fenerit edhe Galatës ka qenë ekipi më i mirë në ligën e Turqisë. Edhe ligën e konferencës, tash në atë grupet, si më duket ka qenë vendin e parë, Samsuni. Edhe është bëhet fjalë për një ekip. Jo, në bas ka qenë vendet e tete, më duket, në bas vendit 9.
Andaj, pastaj se ishte- deri në vendin e 8 që kanë qenë ato se nuk fillim ishte i pari, i po. dyti ishte edhe kanë lojtarë Lojtar të mirë. Po. kvalitativ, edhe Shkëndia tashme me shkuarjen e do lojtarëve, thomi Caki, Cake, po. po mbrojtësi e do lojtarë që Ramadani, Fiton Ademi, Ashtu kështu me është, radhë, po. mirë po, çdo ekip i ka ata llogaritë e veta. Lëvizjet Po, ndodhin i ato ka. gjithmonë. Tash ne edhin në futbollin, çdo trener, çdo asi kur hin, ai edhe me ditë e din se kundërshtarja shumë ai fort, mirë po nuk thot se do shkojmë do luajmë ne do dorëzohemi, nuk ka në futboll, në sport nuk ka. Çdo herë do shkosh për rezultat pozitiv, do mendosh për Cili është mendimi jot për vari që u implementu në kampionatin e Maqedonisë së Veriut? Është pozitive shihet apo akoma nuk ka kushte? Jo, vari si var, si sistem, është i mirë, po nuk është për kushtet tona. Nuk është për se vari me 3 kamera, 4 kamera nuk mund bëhet var. Vari kërkon ata dvetat. Ne shohim Maqedoni edhe me var edhe janë bëhe shumë gabime për referve. Ku edhe ajo organizata e referve i arsyeton ata gabimet që bëhen. Është një ai domi dyfisht. Mirë po Jeton, jemi në pritje të datës 26 mars, ku 3 kombëtarët, Maqedonia e Veriut, kombëtarja shqiptare, përfaqësuesja e Kosovës do të luajnë në play-off për kualifikim në botrorin 2026 që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Cila nga këto 3 kombëtare ka gjasa më reale për të kualifikuar? Sipas mendimit tuaj, normalisht. Realisht, une, nëse ishte sipas dëshirës time, unë do kisha dëshirë që 3 ekipet të kualifikohen. Edhe Maqedonia, edhe Shqipnia, edhe Kosova. Që do të ishte një sukses historik, po, e gjithëve, po, e gjithëve, po. Personalisht, mendoj se dëshira e gjithëve. Mirë, po, qovim realitetin është krejtësisht ndryshe. Njerë pikës pari për Maqedoninë. Maqedonia lunë ndeshjen e parë duket me Danimarkën, që është një ndeshje shumë e rëndë. Është një ndeshje shumë e rëndë, ku edhe nuk është mbarimi, do me thonë vetëm kjo ndeshje, se kjo është gjysmë finale. Po e fiton këtë ndeshje, duhet lush edhe një ndeshje tjetër, finale, që ata janë 2 ndeshje, janë shumë të rëndë, po. Edhe Shqipnia, kombëtarja shqiptare lunë me Poloninë, si duket, ndeshjen e parë. Edhe Kosova me Slovakinë. Do me thonë, nuk janë për këtyve 3-ve, fillimisht Maqedonia i ka pak ma të vështirë me Danimarkën në Kopenhag, ku Danimarka është ma kvalitativ se mirë po nuk duhet të humben shpresat. Ne dim Maqedonia para 5 viteve kur ishe kvalifikimet me Italinë, që mu rezultat pozitiv në Itali, e fitoj Italinë. 0-1. Edhe normalmente i finale lujtë me Italia 25 raste, Maqedonia 1 rast, 1 gol edhe shënoj fitore. Kam qenë i vetmi që e kam gjetur rezultatin 3 ditë para se të zhvillohet e ndeshje. Dhe kam qenë i pranishëm në ndeshje në Palermo. Jeton, me që po i afrohemi fundit e emisionit, atëre mos kemi harruar vallë diçka që pyesim që opinioni duhet të dije për karrierën tuaj. Jo, i cekëm gjithë ata që kemi kalu, që kemi përjetu, i biseduam kretë si më duket. Si ka përjetu familja juaj të gjitha ato angazhimet tuaja në sport? Familja e një sportisti është... Ju ka përkrahur, sigurisht gjithmonë. Na ka përkrahur, mirë, po gjithmonë e kanë gjetur mungesën. Se si sportist duhet, që të bësh sportist profesionist, duhet ndonjëherë të jesh edhe vetë. Fëmijët tuaj kanë vazhduar me sportin, apo? Po... Apo me mjekësinë, me sa duket? Gjali ka qenë si çdo fëmijë fillon të lune. Futboll mirë, po kur mritin atë moshën e asi, ai u orientu në arsim, është mjek, vajzën e ka më të madhe, edhe ajo është mjeke, shoqen
motor medicinale, ashtu që në shpite me kret me Kret mjekësi dhe sport. Atëherë, cila është porosia e jetësimit drejtuar rinis në rajonin e Pollogut dhe Magjer, për të cilët pretendojnë të merren me sport? Porosia ime do ishte që ata mas pari të kenë shëndet, të rritë, të kenë të ruhen prej veseve të këqija që qojnë dëm të shëndetit tyre. Të miren me sport, mirë po njëkohësisht të miren edhe me arsim, me shkollë. Ase si nuk duhet lihet arsimi anësh e të mirë të koncentrohet vetëm me sport. Jeton të falenderoj që ishe pjesë e emisionit me legjendat të sportit këtu në televizionin Koha. Shumë faleminderit juve, shumë faleminderit për ftesën. Besoj se kalum një kohë të mrekullueshme bashkë. Teleshikues të nderuar, pra ishte Jeton Nesimi, ish futbollisti, ish trajner, seleksionues për gruposhat e reja në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.